Në ditën ndërkombëtare të gjuhës rome, aktivistja nga Korça Enxhiko Sturi shpreu shqetësimin e saj lidhur me trajtimin e kësaj gjuhe nga institucionet shqiptare. Ajo theksoi se edhe pse ka pasur përpjekje për të integruar gjuhën rome në shkolla apo institucione, kjo nuk është realizuar siç e kërkon ligji. Sipas Kosturit, situata është përkeqësuar me kalimin e kohës, pasi shumë shkolla që dikur ofronin mësime në gjuhën rome, tashmë nuk e bëjnë këtë gjë. Gjuha rome, me thënë të drejtën, është haruar, është lënë në ares, kjo për shkak të institucioneve të cilët nuk po organizohen sipas VKM-s, duhet të jetë një vajzë apo një djalë që i përket komunitetit rom. Një nga ato vajzat rome jam unë që kam mbaruar për gjuhëletërsi, ndërsa sot unë e shoh veten time në arrest në kuptimin që ka humbur gjuha rome. Interesi më i madh i të rinjve është për t'u larguar, kështu që me keqardhje them këtë gjë. Deri dje jepeshe në shkollën në Infrashi, atje ku kishte më shumë komunitet, jepeshe gjuha rome, ndërsa sot në 4 shkolla që ka komunitet nuk jepet kjo gjuhë. Gjuhën rome kam mësuar që i vogël në familjen time, ku me rrethin shoqëror rom, ku shërinj me të afërm, me familjar, gjyshri dhe gjyshët tanë që të vegjël, që fëmijë, na i kanë transmetuar këtë pasuri të komunitetit tonë. Kohëve të fundit ka dalë dhe një fjalor i gjuhës rome dhe abetarja i gjuhës rome me alfabetin e saj. Po, ka një bazë shkencore për ta zhvilluar më tej tek të rinjtë të rom të gjitha moshat. Fatkeqësisht kohëve të sotme kjo gjuhë nuk po transmetohet te brezat e rinj. Flas për terrenin që njohun tek rajoni Juglindjes, ku shoh të rinj rom, mos në Pogradez, nuk e flasin këtë gjuhë. Sali Sinan, Soka Qerejs, Kajkana Shas, këto fjalët e përheqshme që flasim ne romët. Sali Sinan, e thash, babai. Në shtëpi flisni romanisht? Jo, dajshu. E shkruani këtë gjuhë? Po. Po kush ta ka mësuar? Babi, mami, familja ime. Aktivistët dhe përfaqësues të komunitetit rom kërkojnë që të bëhen hapa të menjëhershëm për të ruajtur dhe përhapur këtë gjuhë, e cila është pjesë e rëndësishme e identitetit dhe kulturës rome.